حي على الفلاح. إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركهم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سلك طريقهم واقتدى بهديهم إلى يوم الدين. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، فلندرويم الله أمضرور vetëmat e madhrojmë dhe vetëmat hi i në nështrohemi dhe i për ulem. Dëshmojmë se ai është Zot një në qiell, ai është Zot një në tokë, dhe se Zot tjetër pas lartë madhërisë së tij nuk ka. Dhe dëshmojmë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguarit madhit Allah azza wa jall. Pastaj të nderuar vëllezër musliman, ju këshillojmë juve dhe vetveten ton me këshillën e madhe të madhit Allah azza wa jall për robët e tij, për ata që kanë qenë para jush, për neve dhe për ata që do të vinë deri në kiamet, e që është devotshmëria dhe sinqeriteti, friga ndaj të madhit Allah azza wa jall, siç ka thënë i madhi Allah: وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. Ne i kemi këshilluar ata që kanë qenë para jush që të friksohen të madhit Allah Tebareke wa ta'ala, edhe e friga ndaj të madhit Allah azza wa jall është që musliman të friksohen atij duke ju larguar çdo harami dhe mëkati e gjunahi që e shpijen apo e çon në xhehenem, dhe duke i krye farzet e të madhit Allah azza wa jall dhe çdo punë tjetër e cila e çon robin e të madhit Allah azza wa jall në xhennet. Po vëllezër musliman, kjo është këshilla e të madhit Allah për ata që kanë qenë para neve dhe për neve dhe ata që vinë pas nesh deri në ditën e kiametit. Andaj vëllezër musliman, mos pranoni ndryshe me jetuar vetëm si musliman, duke i krye urdhrat e të madhit Allah, duke jetuar me të madhin Allah, me fjalen e të madhit Allah. Mos pranoni ndryshe me jetuar vetëm se si musliman dhe me vdekur si musliman, e insha Allahu edhe ngjallemi apo ringjallemi si musliman, siç ka thënë i madhi Allah azza wa jall: ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. O ju musliman, o ju që keni thënë la ilaha illa Allah, keni besuar Allahun haq,
keni besuar ditën e gjykimit hak, mos gaboni me jetu ndryshe vetëm si musliman, keni frikë të madhin Allah Azza wa Jall, kapnu fort për dinit madhit Allah, jetoni me dinin e të madhit Allah, wala tamutun illa wa antum muslimun, mos lejoni dhe mos pranoni me vdek ndryshe, vetëm duke qenë musliman, vetëm duke jetuar si musliman, duke thënë la ilaha illa Allah, Muhammedur Rasulullah. Allahu na mundsoft me jetua me këtë islam, dhe me vdekur me këtë islam, dhe me uringjallur me këtë islam, duke thënë la ilaha illa Allah. Pastaj të nderuar vëllezër musliman, dhuntit dhe mirësit e begatit e të madhit Allah nuk kanë të ndalur dhe nuk marrin fund, ndaj nesh elhamdulillah për të madhin Allah, për rahmetin e tij, për mirësit e tij, për dhuntit dhe begatit e tij. Ka thënë i madhi Allah Azza wa Jall, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, inna Allah laghafurur rahim. Edhe nëse përpiqeni o ju musliman me i numruat mirat e të madhit Allah, nimetet e të madhit Allah, ju nuk keni me mundur me i numruat të mira. Me të vërtet Allahu është fals, me të vërtet Allahu fal shumë, ajo është i mëshirshëm te bareke wa taala. E nuk ka pikë dyshimi se prej të mirave të madhit Allah, me të cilat Allahu na nderoi këtë ditë, është edhe lëshumja e shiut vëllezër musliman, në veçanti në vendin ton, pasi për një kohë të gjatë jemi ankuar se nuk po bjen shi, dhe dimri deshti Allahu i madhruar, dhe ishte shumë i thatë apo i pa bor, dhe pusat gati se u shtërën, edhe liqejt dhe lumejt për ditë vishin duke u hargjuar dhe duke u shtërur, dhe njerëzit filluan të dëshprohen se çka do të bojnë pa shi, çka do të bojnë pa ujë. E i madhi Allah Azza wa Jall është i gjallë, ai i ndëgjon duat dhe lutjet e muslimanëve dhe ju përgjigjet atyre. Ai është Gafurun Rahim, ai është falës dhe i mëshirshëm te bareke wa taala, dhe i mëshiroj robët e tij. E Allahu Azza wa Jall shejshi, siç ka thënë i madhi Allah, wa huwa alladhi yunazzilu al-ghaytha min ba'di ma qanatu wa yanshuru rahmata wa huwa al-waliyyu al-hamid. Allahu është ai i cili lëshon shiun pasi që robët e tij janë dëshpruar se nuk ka shi, la ilaha illa Allah, wa yanshuru rahmete, dhe Allahu e zbret nga lart rahmetin e tij. Nuk ka dyshim se shi është prej rahmetit madhit Allah. Wa huwa al-waliyyu al-hamid, ai është mbykëqyrës ndaj krijesave të tij, dhe ai është i falendëruar, atij i takon lavdi dhe falënderimi e madhrimi për çdo mirësi te bareke wa taala. Po vëllezër musliman, Allahu elshon shiun nga i cili varet jeta e çdo krijese, siç ka thënë i madhi Allah te bareke wa taala, wa ja'alna min al-ma'i kull shay'in hayy, dhe ne prej ujit burimin e jetës e kemi bërë prej tij. Çdo gjallës burimin dhe bazën e ka nga uji, dhe uji pra është burim i jetës së çdo krijese. E i madhi Allah Azza wa Jall i mëshiron robët e tij dhe i sprovon ata dhe kërkon prej tyre ta falenderojnë atë. Andaj falenderojeni Allahun e madhruar, i cili me këtë shi ju begatoi dhe tokën e njiti dhe i mbushi pusat e liqejt dhe lumejt. I madhi Allah Azza wa Jall me rahmetin e tij
vëllezër musliman, e kush është ai I cili mund të ndërhyj në rahmetin e të madhit Allah Azza wa Jall. Pastaj falenderimin ndaj të madhit Allah, na I ruan nimetet që I kem dhe na I shton nimetet e të madhit Allah, e nimetet e Tij siç thamë lart nuk përfundojnë. Siç ka thënë Allahu Azza wa Jall, wa idh ta'adhana rabbukum la in shakartum la azidannakum. Allahu I madhruar ka prue urdhër dhe ka bërë ligj dhe rregull që ata të cilët e falenderojnë Allahun ka për të ruajtur atyre ato të mira dhe ka për të shtuar atyre ato të mira. Andaj falenderojeni Allahun e madhruar për çdo mirësi që e keni. Me falenderimin ndaj të madhit Allah është me zemër, me qenë zemra e kënaqur me Allahun, me ndje zemra kënaqësi ndaj të madhit Allah, me falenderu Allahun me zemër, por edhe me gojë dhe me I cekur të mirat e Allahut, me ja përmend njani tjetrit mirat e Allahut, me fol për nimetet e të madhit Allah, me jetue me dinin e të madhit Allah dhe me vdekur me dinin e të madhit Allah Tebareke wa Ta'ala. Po vëllezër musliman, Allahu na nderoj me këtë shi që gjatë e kemi lypur dhe e kemi kërkuar dhe te Allahu jemi ankuar, e ne nuk e dim se kujt ja pranoj Allahu duan, ndo një plaku apo të riu, ndo një gruaje apo sabiu, apo Allahu al-Shayshiyun për hatër të hajvanve, apo Allahu I madhruar as kujt nuk ja pranoj duan, por thjesht don të mëshiroj krijesat e Tij, sepse ai është Gafurun dhe Rahim, ai është falës dhe I mëshirshëm, ai mëshiron krijesat e Tij. Apo Allahu don me këtë shi me na sprovuar neve muslimanëve në veçanti se sa po e falenderojmë Allahun e madhruar, e ramja shiut dhe nimeteve tjera nga I madhi Allah. Asnjëherë nuk është argument se Allahu është I kënaqur me ata njerëz, përkundrazi Allahu dhunti dhe nimete e në mesin e tyre dhe shiun u a dërgon dhe u a qon edhe atyre të cilët I mohojnë të mirat e të madhit Allah, bile edhe atyre që I bojnë harame Allahut dhe I bojnë edhe kufër të madhit Allah Azza wa Jall. Andaj nuk duhet të krenohemi se Allahu na pranoi duan, por më rëndësi është që Allahu na mëshiroj dhe ne duhet jetojmë me këtë mëshirë të madhit Allah dhe ta falenderojmë Allahun e madhruar në mënyrë që Allah na I ruan këto nimete. Andaj falenderoni Allahun o ju musliman, jetoni me Allahun e madhrum, jetoni me këtë Islam, punoni me këtë Islam, kënaqni me këtë Islam, jetoni në mesin dhe të mirat e këtij Islami. Nashta I madhi Allah Azza wa Jall është I kënaqur me ne, në veçanti ditën e fundit që kemi me dalur prej kësaj dynjaje. Allahu qoftë I kënaqur me ne, ja Rabbel Alamin, sa të jemi të gjallë, e qoftë I kënaqur me ne, pasi që të futemi në dhe, e qoftë I kënaqur me ne, pasi që serish ringjallemi dhe dalemi mbi dhe, por mbi një tokë tjetër për të dhënë llogari para të madhit Allah. La ilahe illa Allah. Krejt njerëzit kanë me dal para të madhit Allah Tebareke wa Ta'ala. Allahu na mundsoft me faqe të bardhë me dal prej kësaj dynjaje dhe me faqe të bardhë me orin gjallë para të madhit Allah Azza wa Jall. Allahu na mëshiroft ditën që kemi me dal para Allahut, qysh po na mëshiron në këtë dynja. Allahu na I dhasht edhe atje të mirat e Tij që I ka përgatitur për robët e Tij, të devotshëm qysh po na nderon këtu me të mirat e Tij. Allahumma amin, Allahumma amin. Pastaj vëllezër musliman,
bini istighfar dhe kërkoni falje te i madhi Allah, se istighfari është prej shenjave dhe prej shkaqeve që më së shumti e sjell rahmetin e të madhit Allah te bareke wa taala. Kërkoni falje te Allahu për vetveten tuaj, për familjet e juaja dhe për krejt musliman, në veçanti në këtë ditë të madhe të xhumas, po edhe në çdo kohë tjetër. Nashta Allahu na pranon pendimin dhe istighfarin, nashta Allahu na mëshiron. Astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Realizoi studio produksioni Krenaria në Prishtinë.